Kushte të paqëndrueshme atmosferike njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme 28 tetor 2025. Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte të paqëndrueshme atmosferike, kryesisht në pjesën e parë të ditës. Moti parashikohet me alternime vranësirash mesatare deri të dendura, të cilat do të shoqërohen me rreshje lokale shiu me intensitet ullët, ndërsa lokalisht rëngata fatshkurtra. Era do të fryjë me drejtim juglindje e veri perëndim me shpejtësi mesatare 8 metër në sekond, ndërsa në zonat luginore përgjatë vijës bregdetare, heraherës do të fitoj shpejtësi deri në 15 metër në sekond. Deti do të jetë me valëzimin të forcës 2 deri 4 ball.